Komunikimet sigurisht nuk mungojnë, ndërsa pjesa e formës nuk është shumë e rëndësishme sa është e rëndësishme këtë rast përmbajtja. Shumë ofër sonës konstituive a kanë fillu takime me Lidhjen Demokratike për një koalicion potencial që kishte mujt me zgjedh edhe presidentin? Unë shpresoj që do të njoftoheni brenda kohës së arsyeshme që nuk kupton sot, nesër dhe pas nesër është periudha para konstituimit zyrtar që do ndodh në mëngjesin e së enjtës. Për këtë është i mandatuar kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, dhe ai do të zhvillojë negociatat siç e ka bërë të ditur me kryetarin e LDK-s. Dhe çka do të ketë risi, besoj që do të njoftoheni nga vetë kryeministri Kurti për rezultatin e çka juve dhe opinionit ju intereson për rezultatin potencial. A ka pas prej të enjtës në mbrëmje ose të premtës, me thonë kështu praktikisht, qoftë ftesë apo takime mes Kurtit dhe komunikimet sigurisht nuk mungojnë, ndërsa pjesa e formës nuk është shumë e rëndësishme sa është e rëndësishme këtë rast përmbajtja. Besoj që përmbajtja, nëse do të ketë një marrëveshje, do të njoftohen besoj jo më vonë sa mëngjesi së enjtës. Tani është e rëndësishme që palët kanë treguar një vullnet dhe një gatishmëri, kjo është në këtë moment më e rëndësishmja. Dhe në këtë kuadër besojmë që jemi në rrugë të duhur për tu dakordu që ajo çka tashmë janë dakorduar se që mos ketë zgjedhje të reja. Kjo është e rëndësishme. Ndërkohë që modalitetet do të njoftohen, po them jo më vonë sa mëngjesi së enjtës.